Gjemil Gjeli. Gjemil, si është jeta në Korritës? Tash jeta në Korritës, si gjithë këto fshatra të tjera që shikojmë ne, po jo fort e mirë. Çfarë problematika është kanë? Problematika ka shumë, po e për e ne donim rrugën. Se po pate rrugën ka një çik zhvillim më shumë. Tjetër, ujit na erdhi e kemi mirë, do të thënë jemi më mirë se gjithë të tjerë, 24 orë ujë pa ndërprerje, se ne ishim fare. Tu ka ngelur moshatar tash. Të tërë pensionistë. Dhe ne për këte po e vujmë më shumë, që do të thënë duke qenë pensionist, me atë pak pension që marrim, ne s'ja dalim dot për asgjë. Unë vetëm ilaçe, me gjithë gruan, duam një 270.000 lekë në muaj. Ka qenë fshat i madh Korrica? Korrica, si që të regojnë plejtë dhe që është në arkivat në Itali, është gjetur se këti ashtu, ka qenë shumë fshat i madh. Edhe nga Korrica ka nikur edhe në Turqi, janë shpërndarë tërë Shqipërinë, do në familje, se në atë ko u është shembur njerë kjo fshat i vjetër, është fundosur fare, edhe ka nikur. Por në atë ko i strehonte, ishte kohë e Turkut, i strehonte në për... Tani në kohën paren diktatura, sa frym ka pasur fshat? Paren diktatura këtu ishin 500 frym. Me letra. Ose 85 familje, kështu, si familje. Po aktualisht e Aktualisht këtu, se shtëpit boshe janë, po si njerës këtu mund të gënjëru 100 njerës. Këta pësu se pleqeri, në i fëmi, pak fëmi ka, se s'ka me fëmi. Edhe shumë ketje kemi, ne kemi mbjell këto arat që kishim që ushqeshim para, benim ato planet e shtetit të shumë, i kemi mbjell ullin, se s'kishte me as si punonim do të së. Po edhe ullin, tashin për në dali që ata duon punë. Edhe në qofë se bëjnë duon vjell. Edhe duon punë ratira, se thjesht dhe i shikojmë kur bëjnë kokra, po duon krasitur, duon pleruar, i duon gjitha punë, duon spërkatur. Këtu s'ka... Ne kemi një 2 quna me traktora këtu, ata ikin a njëna Greqia, edhe atje të ara i lemne, kur vinë ata të fabrikave të vini marin. Shumica e të rinjve, po të thuaj se gjithë të rinjt e kanë praktikë fshat. Ka nikur gjithë. Tu janë 2-3 quna që ata dhe në vinë, po aq janë. Por nuse në fshatin tuaj vinë? Po qa nuse ku llogaritët, janë 20 quna pa martuar. Edhe në moshë të madhe nga 30 e lartë. Po këte mirë që se është vetëm të ne është në përgjithësi kjo, se po të ishte të ne do ishim tramaksur fare. Kështu që qatë themun, ne pleqeria të ashim me ndojmë të rroj me ca ko, po që do se të rrosh, duhet paraja, duhet të gjitha, se ai pension e për ilaçe në del vetëm, po për të ngrenë, po për gjitha gjëra të tjera. Kështu që rrafshi.